Në fillim të muajit qershor, prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur ish futbollistin e kombëtares Iglitare. Po. Në akt akuzën publike, pra në njoftimin publik që prokuroria e posaçme ka deklaruar shqip se zëvendës kryeministri, ja, patjetër, ai është marrë pikërisht për të njëjtën çështje në hetim i pandehur. Por edhe zëvendës kryeministri dyshohet se ka kryer korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Tani Iglitare merret i pandehur, ndërkohë që zëvendës kryeministri, ishte zëvendës kryeministri, vijon ende tjetër lirë. U mbyll sesioni parlamentar. Kur do ta çojë Klodian Bravo kërkesën në parlament për imunitetin e Belinda Ballukut? Shikoni se ndonjëherë duket sikur gjërat eskalojnë dhe ne kërkojmë patjetër Belinda Ballukun në burg. Absolutisht unë jam nga ata njerëz që kam thënë në çdo studio, në çdo deklaratime, që nuk dua që askush të shkojë në burg. Unë dua që çdo cent që u është vjedhur qytetarëve shqiptar, çdo cent i abuzuar që është marrë në mënyrë flagrante me tenderat e rrugëve, që janë po të njëjtët personazhe, sepse shumë interesante, këta që kanë bërë rrugë me kosollatar sot, ndoshta për shkak të frikës së SPAK, apo ndoshta për 1001 arsye të tjera, po na tregojnë gjithashtu që rrugët mund të ndërtohen edhe me 40% të kostos së prokuruar nga ARSH-ja. Po. Pra, që këtu duhet të nisë hetimi për korrupsionin, sepse janë ndërtuar rrugë, 1 kilometër rrugë me 10 milion euro, me 15 milion euro, janë fryrë kostot në mënyrë të latashme, dhe çfarë ka ndodhur? Janë rrugë që sot janë shembur, janë rrugë që sot po rrezikojnë dhe po marrin jetën e qytetarëve shqiptar, janë rrugë që sot për shkak të bllokimit, për shkak të shembjes, jo vetëm që kushtojnë para për riparime, por bllokojnë ekonominë e qytetarëve. U bllokua Juglindja për 1 muaj. A mbajti njëri përgjegjësi, a dëmshpërbleu qeveria, bizneset, qytetarët që humbën? Ku shkonin familjet që duhet të kryenin kimioterapi apo të merrnin shërbime shëndetësore, sepse këtu nuk është një problem. Këta kanë shkatruar çdo qelizë të sistemit shtetëror. Çdo institucion janë shkatruar spitalet publike, jo më larg se dje takoi një mjek në një nga spitalet publike të qytetit të Tiranës, i cili më tha, Jul, tha, jemi mbytur, tha, për shkak, tha, të fluksit të madh, tha, të pacientëve që na vinë çdo ditë nga rrethet dhe nga qendrat e tjera spitalore, sepse nuk ka më spitale në rrethe, nuk ka më mjek në rrethe. Dhe pse kanë ikur mjekët? Kanë ikur për shkak të korrupsionit, sepse 4.2 milion euro duhet shkojnë për Kenny Westin, 4.7 milion euro shkojnë për Edem Parkun e kryeministrit, apo 7 milion euro shkojnë për Giro Italia dhe nuk shkojnë për pagat e mjekëve, për kushtet e punës së mjekëve dhe të infermierëve, po shkojnë pikërisht për qefe ahengu propagandistike të kryeministrit, i cili ka vendosur të sillet me buxhetin e shtetit si asnjë armik apo pushtues që ka shkelur në këtë vend. Si doj, ka vendosur të sillet. Shkojmë ndërkohë tani rikthehemi tek çështja. Edhe një herë do ndalesh atë SPAK-u. Sinqerisht, sepse jemi të gjithë në këtë dilemën tani, se nga njëra anë shpresa është SPAK-u ose edhe gjykata, drejtësia e posaçme, pra, edhe nga ana tjetër ka shumë pritshmëri, po dhe shumë zhgënjim tani që çfarë do ndodhi. Mendon që është vetë puna që është ngadalë, se është ndryshe të përgatisësh një puntat për një mision investigativ, është ndryshe të përgatisësh një dosje për gjykat, apo jo? Apo janë të ngadalë, apo nuk duan të kalojnë disa caqe? Në një emision investigativ, si gazetare themë përgjegjësi që nuk ka vetëm një fakt. Pra, si në dosjet hetimore të prokurorisë, edhe në si gazetar, për të qenë sa më të vërtet, sa më realist, për të treguar të gjitha dimensionet e një çështje të caktuar,